Mendoj se është një moment I veçantë, një vlerësim unik në jetën time personale, sepse është një çmim I veçantë, se e dini që janë çmimet veçanta që vlerësohen nga shteti austrijak dhe nga presidenti austrijak. Edhe realisht kur një shtet I tillë që ka një traditë të madhe në sa I përket vlerave, standardeve, është një domethënie shumë e mirë, është një mesazh I mirë, është një konfirmim I mirë, edhe natyrisht është një përgjithësi dhe një motivim që me vazhdu ma tjetër. Realisht, unë jam mundu me shkumar shumë nga Austria në edukim, në punë profesionale, ku më dash pak edhe të jap, të kthehna edhe të kontribuoj. Natyrisht një prej motivimeve të mia ka qenë edhe lidhja në mes Austrisë aty ku mu ka bërë shtëpia e dytë në relacion me vendin tem ku kum lind dhe ku ka shumë nevojë për me ndihmu sidomos fushën e edukimit, shkencës, teknologjisë, inovacion dhe ku mendu që modeli austrijak është një zgjidhje për Kosovën, se Austria është një vend I vogël që ka modele shumë përshtatshme dhe unë kam menduar që këto modele janë vërtet modelet që duhet të implementohen dhe ku marrë teme iniciativa siç e dini për me bërë reforma në arsimin e Kosovës, me I përdor modelet austrijake, me zhvillu programe studimesh mbi bazën e praktikave të mira, me sjell ekspertiza të ndryshme në nivelin qeveritar, në nivelin institucional të njerëzit të edukimi. Edhe ma merr mendja që ka qenë një rjetë e madhe e impakteve të cilat I kemi gjeneru dhe njëkohësisht I kemi kthy edhe një lloj bashkëpunimi Austrisë në formatet e projekteve, ndërlidhjeve, krijimit stafit për ta e kështu me radhë. Domethënë thjesht është një lloj win-win situacion që edhe është bardh një vlerë që unë besoj dhe jam rrit me ta dhe jam ndërtu mbi bazën e vlerës dhe të njëjtën kohë edhe një lloj respekti I asaj që ata kanë bërë për ne. Unë vazhdoj të jem njëri që besoj në këtë model, ku marr natyrisht edhe modele tjera, unë kam përdorur edhe modelet evropiane, vendeve tjera, Britanisë, Amerikës, praktikave të mira, po besoj shumë që kjo praktikë është një për praktikave kryesore të cilën e kam zbatuar, do të zbatoj dhe po mundon ata promovoj. It's a long-standing collaboration which started immediately after the war, or even before the war. Austria was the first country that recognized the diploma from the underground universities and underground schools when Albanian schools were forbidden in ex-Yugoslavia. So a lot of students from Kosovo could go to Austria to continue their studies in Austria. And today many of them are in high-ranking positions, especially in the academic sector here in Kosovo. And later on, it was always a priority sector for our development cooperation. So the Austrian Development Cooperation up to today is supporting universities in Kosovo and supporting the development of the research and science sector in Kosovo. It's a huge potential here in Kosovo because you have a very young population and a very curious population, a very active young people, and it's really when you come to Kosovo, you immediately feel the will to develop the country and to develop to a European full member of the European family.